Java e frankofonisë në Prishtinë është më shumë se fest gjuhe. Çdo vit merr edhe dimension diplomatik e edukativ. Për herë në synim të rritet dija e gjuhës frënge. E për një javë në kryeqytet, e si vjet e shtrirë edhe në Gjilan e Viti, vjen si hapësirë dialogut kulturor ku arti, letërsia, muzika e kinemaja shërbejnë si ura lidhëse midis vendeve frankofone me Kosovën. Si vjet është hapur me muzikën e Linda Rukajt, e shoqëruar nga pianisti Antonio Fjerca, të cilët sollën një program që ka lëvizur natyrshëm midis muzikës franceze dhe traditës shqiptare. Java e frankofonisë si manifestim që ndërthur kulturën, gjuhën dhe artin frankofon është hapur zyrtarisht të hënën në kineman Armata. Është ngjarja më me traditë në Kosovën e pas luftës dhe shënon edicionin e 26. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se ngjarja kujton se kultura peshon rënd, se gjuha lidh njerëzit dhe se vlerat bashkojnë kohë. Në këtë kohë kur ndarjet po thellohen, kena rikthem të thelbësorja se dialogu është më i fortë se izolimi dhe kultura më e qëndrueshme se konflikti. Vendet frankofone janë miq të çmuar dhe partnerë të rëndësishëm për Kosovën, mbështetja e tyre vazhdon të mbetet e vyer në optimin tonë si shtet, e ndërtuar mbi besim, respekt dhe synim të përbashkët për një shoqëri të lirë e demokratike. Ka theksuar se diaspora shqiptare në vendet frankofone ka qenë ure gjatë lidhjeje midis vendeve. Përmes saj kemi njohur jo vetëm gjuhën, por edhe përvoja tjera të jetuarit. Ky parafrim në kultura tjera shpesh ka ardhur në forma të mëdha, në libra, në universitete, në shkëmbime zyrtare, por edhe në forma më të vogla, në një këngë të mësuar përmendesh, në një film të parë disa herë, apo në një shprehje që mbetet gjatë në kohë. Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, ka theksuar rëndësinë në rritje të kësaj jave kulturore. Ka përmendur se 5 vjetët e fundit java e frankofonisë festohet me rotacion në qytete të ndryshme, se kishte lëvizur në Pej, Prizren, Gjakov e Mitrovic. E si vjet, pos Prishtinës shtrihet edhe në Gjilan e Viti, ku një pjesë e diasporës jeton në hapësirën frankofone. Frankofonia është e pranishme kudo në Kosovë, siç flitet gjuha frënge në mbar botën. Këtë vit frëngjishtja është bërë gjuha katërt me folur në botë. Kjo ndihet edhe këto dhe për këtë Kosova është kandidate për të bërë anëtare me të drejta të plota të organizatës ndërkombëtare të frankofonisë. Ne jemi të gatshëm ta mbështesim këtë përpjekje kulturore dhe diplomatike në mënyrë që frankofonia të jetë edhe më e dukshme në Kosovë dhe që Kosova të jetë edhe më e dukshme në frankofoni. Ka përmendur edhe ngjarjen e fundit ku filmi Two People Exchanging Saliva mori çmimin Oscar, duke theksuar bashkëpunimin kinematografik, pasi në këtë film aktore kryesore është Luana Bajrami. Pjesa artistike nisi me një uvertur pianistike me tinguj romantik, duke krijuar një atmosferë intime e elegante, për të vazhduar më pas me një dialog të ndier mes zërit, kitarës dhe pianos, duke prezantuar po atë që kantautorja Rukaj ka ndërtuar, një univers muzikor ku xhezi, muzika tradicionale dhe ajo moderne bashkëjetojnë pas forcem. Koncerti që përvojë pasur emocionale dhe estetike. Një element i veçantë i koncertit ishte ndërthurja e instrumenteve dhe teknikave të pazakonshme. Në interpretimin e Couleur Café të Serge Gainsbourg, Rukaj përdori elemente minimale, goditje mbi trupin e pianos dhe instrumente të vogla perkusioni, duke krijuar një teksturë të re tingullore. Duke qenë se ishte përhapjen e javës frankofonisë, ishte padyshim e sigurt që duhet luanin pjesë franceze. Një pjesë e repertorit unë e kisha luajtur më përpara, një pjesë tjetër e kisha përzgjedhur në pjesën më të mirë, le të themi kisha përzgjedhur pikërisht për këtë
për këtë koncert, për këtë eveniment. Pastaj sigurisht që futa edhe pjesë shqiptare, se jemi në Shqipëri, gjithsesi. Kështu, domethënë disa pjesë ishin të përzgjedhura, disa pjesë kisha luajtur më përpara, disa pjesë nuk i njeh apo i zbulova dhe i luajta për herë të parë fare këtu. Kështu që ishte shumë eksperiencë interesante dhe e veçantë. Në këngën Kur më del në derë, ajo solli frymëzim nga lahuta shqiptare duke përdorur harkun e saj mbi kitar, një eksperiment që i dha interpretimit një ngjyrim autentik tradicional. Vetë artistja Linda Rukaj e ka përshkruar koncertin si përvojë të veçantë krijuese. Është një gjë që ka ardhur me kohën, me punën, edhe me eksperiencën si muzikante, që luan me shumë muzikantë të tjerë, dhe mendoj që kjo është një gjë që, si thosh, e zhvillon shumë një njeri, përveç se muzikalisht edhe nga ana njerëzore, shpirtërore, dhe se tu është merr nga të tjerët, kupton, krijon, improvizon, ata të ndihmojnë ty, ti ndihmon ata, dhe derisa arrin një pikë pastaj që si thua kjo gjë vjen natyrshëm sepse ti e ke trajnu, si më thën, trurin që të mendosh në atë mënyrë, në atë formë, edhe të shkosh drejt asaj gjëje që fillimisht mund të jetë totalisht e panjohur, se ti nuk e di çfarë do improvizosh. Ti di si tuash akordet, harmoninë e këngës dhe mundohesh të fantazosh dhe të improvizosh në atë lloj harmonie. Derisa pastaj bëhet pak si lojë. Programi muzikor ishte i pasur dhe i larmishëm, duke përfshirë klasik të muzikës franceze dhe krijime shqiptare. Nga repertori shqiptar, të shtrirë mbi kanape nga gjurmët dhe kompozimi origjinal, Andro Dashuno, i bazuar në poezinë e Ndrej Mjedës, krijuan ura midis dy kulturave. Interpretimi a cappella i kësaj të fundit me përdorimin e trupit si instrument ritmik ishte një nga momentet më eksperimentale të mbrëmjes. Në këtë frym, java e frankofonisë në Prishtinë nisi jo vetëm si një festë e gjuhës, por edhe si afirmim i fuqisë së kulturës për të lidhur universin.